Është shuar në moshën fare të re këngëtari i mirënjohur Shpat Kasapi, mësohet se 40 vjeçari, babai i një djali të mitur, ka ndruar jetë si pasojë e një ataku në zemër. Mësohet se Kasapi ishte në Itali bashkë me familjen për një vizitë të djalit të tyre, teksa ka ndruar jetë në krahët e bashkëshortës së tij, artisti Dibran, i cili prej më shumë se 2 dekadash ishte një nga emrat më të dashur të skenës shqiptare, nuk ka arritur t'i mbijetojë sulmit kardiak, ndonse nuk raportohej të kishte pasur probleme të mëparshme shëndetësore. Shpat Kasapi, lindur më 1 maj 1985 në Tetov, u rrit në një familje me origjinë dibrane dhe me traditë muzikore, që në fillimet e viteve 2000 ajo bë pjesë e skenës muzikore shqiptare, duke fituar popularitet të madh me stilin e tij modern dhe performancat energjike. Lajmi i ndarjes së tij nga jeta ka tronditur mbar botën e artit në vend, po ashtu të gjithë ata artëdashës të cilët e ndoqën me fanatizëm për gjatë gjithë këtyre viteve.